Fituese, siç edhe thash gjatë fjalës, Partia Demokratike sot nuk është siç ishte dje, pra nuk është siç ishte kur ne nisëm të lëvizje. Sot Partia Demokratike është më gjallëruar, ka më shumë konkurrencë. Kemi arritur që po e quajnë në mënyrë figurative tronditjes së Partisë Demokratike për shkak të takimeve masive dhe me entuziazëm të madh të demokratëve, të tregojmë që Partia Demokratike është e gjallë dhe për shkak të kësaj po zhvillohen, siç e shikoni, protesta të mëdha, për shkak të lëvizjes demokratëve. I gjithë leadershipi i Partisë Demokratike nuk është më në radhë, po ka dalë në terren për të takuar njerëz. Partia Demokratike sot është një analizë dhe pa diskutim që lëvizja do të vazhdojë derisa të arrijë qëllimet e saj për të ripërtoryer Partinë Demokratike dhe për ta bërë Partinë Demokratike një parti që bëhet fituese, duke pasur besueshmërinë e demokratëve në rast parë dhe pastaj pa diskutim edhe të gjithë qytetarëve shqiptarë. Ju ndodheni këtu në Fier në një moment ku Partia Demokratike ndodhet pothuajse inekzistente dhe në një fazë me shumë fraksione dhe ku kërkohet dorëheqja e zotit Duan Bashit. Mendoni se ky takim i sotëm do të jetë një lloj shkundjeje? Nuk më duket kështu, edhe ka disa faza përjashtimi këtu në Fier të personaliteteve të Partisë Demokratike. Unë besoj që bashkimi vjen duke marrë dhe duke vlerësuar çdo kontribut. Pra zoti Duan Bashi nuk ka ndonjë funksion në Partinë Demokratike të degës Fierit, kështu që nuk ka çfarë kërkojë ndërheqje, është deputet i zgjedhur, ka qenë kryetar i Partisë Demokratike Dega Fier dhe ka kontributin e vet. Problemi është që duhen mbledhur të gjithë demokratët e tjerë, të cilët janë të pakënaqur për arsye të, po themi, në qarkun e Fierit ka ndodhur që nuk kanë respektuar rezultati i primarëve, ka ndodhur që nuk është respektuar plotësisht ndarja në zonat caktuara e kandidatëve për deputet dhe 100 arsye tjera. Ajo që e ritheksoj është që ne duhet të bashkojmë çdo kontribut dhe pa diskutim pastaj mund të bëjmë pjesën tjetër që të hapemi drejt njerëzve të tjerë të shoqërisë dhe drejt partive të tjera për të bërë koalicione të mëdha. Si do të përgjigjesh të zërave që kjo lëvizje e re i shërben mazhorancë? Kjo lëvizje i shërben vetëm Partisë Demokratike. Thash dhe po e ritheksoj që status quo-ja i shërben vetëm Edi Ramës. Partia Demokratike sot fatkeqësisht është ashtu siç e do Edi Rama, e atrofizuar, e pari për të rirë, e ngecur në të njëjtën retorik, në depresion, po e them kështu, për shkak se gjithë retorika është që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, nuk fitohet etj, por ndërkohë nuk jepet asnjë zgjidhje dhe vazhdohet me paqartësi strategjike, siç po ndodh së fundmi dhe me rastin e pjesëmarrjes apo jo në Komisionin e Reformës Territoriale, që Partia Demokratike nuk ka nevojë fare të merret se çfarë bën Edi Rama, ka domosdoshmëri të bëjë propozimet e veta për reformën, qoftë për